Zgjedhja e kreut të ri të shtetit në Kosovë po shoqërohet me paqartësi dhe përplasje politike, teksa afati ligjor po afron me shpejtësi. Megjithse mazhoranca e qeverisë ka votat e nevojshme në letër, mungesa e pjesëmarrjes së opozitës në seancë ka krijuar një situatë bllokuese, duke bërë të pamundur zhvillimin normal të votimit. Kryeministri Albin Kurti zhvilloi takime me drejtues të partive opozitare në përpjekje për të gjetur një zgjidhje kompromisi. Pas bisedimeve me kreun, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdi Xhiku, ai cilësoi diskutime si konstruktive, por pa një marrëveshje konkrete apo emër të përbashkët për postin e presidentit. Nga ana tjetër, qëndrimi i opozitës mbetet i kushtëzuar. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, deklaroi se formacioni i tij do të marrë pjesë në proces vetëm nëse kandidati i propozuar prej tyre merr mbështetje, duke shtuar edhe më shumë presion mbi negociatat politike. Ndërkohë, deri tani nuk është depozituar asnjë kandidaturë zyrtare. Presidenti aktuale Vjosa Osmani ka shprehur hapur gatishmërinë për të kërkuar një mandat të dytë, por emri i saj nuk gëzon mbështetjen e opozitës, e cila e konsideron si figurë të lidhur ngushtë me mazhorancën. Sipas kushtetutës, presidenti i ri duhet të zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual, çka e vendos datën kufi në fillim të marsit. Nëse palët nuk arrin kompromis brenda këtij afati, vendi mund të përballet me një situatë pa precedent institucionale, duke vënë në pikpyetje stabilitetin politik dhe funksional normal të institucioneve.